Nje natete eret, në kufirin mes gjetes dividekjes, nje burin nga shkiperia uzgjua, gjone spital, por në nje vend ku koha nuk eksistonte, ai nuk eshte profe, nuk eshte she, a eshte thjesht nje prejnesh, si te si une, por Allahu në mëshirën I vet, I lejoj të shohe ate ke askush nuk thehet për të treguar, ditën I gjikimit. Kjo nuk eshte histori I imagjinuar. Kishte nje paralajmerimi bute, nje thergje nga kjeli. Gjini gati, seps isdo prejnesh, du të këndroje aqe, vetëm pa ambrojtis pa shok, para saiv të zotit. Ai thote, nuk injeva dimgjen, njeva heshqe, trupi ai të gjule në paz. Shfirti ju ngrit zë pluher nere, dia të hire, I rethuar një zjarë, ftothe ju hap para tij. Nuk ishte inferni, ishte hirgja në dite në gjikimit. Ai pa miliona shfitra ke kishin kaluar para tij, disa tilamtër, disa duk karepaze. Moz ki frike, dan gjeze I bute, kjo nuk ishte fandi, ishte filimi ai vërtete. Allahu nuk I dërgoj aqe për të frikesuar, por për të ndryshuar. Ai pa nje shfirt ky thirr nga emri, shkoj para arshit. Nuk kishte vepra të mira, nuk kishte namaz. Sfare I ke beremi gjetën tënd? Ju pjet, shfirti u rezua në zemër. Unë projtu hapën të zbrazet. Ai kë kure nuk luti, kure nuk fale, kure nuk pjeti, Allah me ndryso. Në u hamper gjithmëne, në kete histori nuk ka drami ka vortete. Çdo moment, kjo I ke hamber sot, du te peshohet atje. Pastaj në gjetër shëfit eri, ai trember, ai mekatar. Por në librën I tij në fund të fek se fundit ishte shkruar në gjegje. Alhamdulillah, I shkruar milote. Allahu dha, kjo fjale I vetme shvetoj në asgjari. Sepse aho vetet ishte nga zemra. Ai ke dha, I dha kur ishte I vetmuar, ai varfër, ai humber. Allahu nuk kërkën namaz të përsosur, ai kërkën zemër të hapur. Edhe je filmënderit. Ai sinkët e mund të hap parajsën. Ai pa isas të veshër në dritet e barde duk folur para arshit. Une kam deshmuar për ta. Ia dashe injilin. Ia tregova se Allahu eshte nje. Ai nuk ishte gje për të denwar, por për të deshmuar se mesazhi ju da. Çdo profet du të deshmogje për popullin e tij. I ke dëgjuar mesazhin, a I ke dir rrugën. Seps dëshmitaret gjane të gatshëm. Sebis, dëshmitaret gjane të gatshëm. A gjeni gju. Ai pas zjarën e ditës së gjikimit. Nuk ishte se zjari ine. Ai nuk gjeg trupin. Ai gjeg gëngjështrën. S'do shëfit kishte fshuar diska. Zjari I berit e shihet. S'do sude, s'do hipokrizi. S'do zemari de fishte. Buz bulua. Allahu nuk I ka nevojë zjarën te. Tish bërte denjua dan gjeze. Ai ka nevojë vetëm kjo të shohesh vitën të vortete. Ne atë zjarë, shumë du të dëshirojnë të ishin të vëbër. Pastaj, ai pa parashën, nuk ishte nje palët, ishte zemra I Allahut I hapur. Njerëz kjo kishin me kaquar shume, por kishin kare, kishin kekuar folgje, kishin ndryshuar, ishin atje. Parashza nuk ishte, parata kë nuk me katojne. Dan gjeze ai bute, shte pe pas du reni, levizin perseri drejtes. Tai nuk e nëvohje të gjesh e pesasur. Tai nuk nëvohje vetëm të uerën. Aju kithje min gje mesaj. Dita I gjikimit nuk eshte fundi, eshte zgjimi I vortete. Sto njeri du të shohej gjetën I ti gjes in gje film. Du të kupto gjes do zgegje, sto fjale, sto heshgje. Di ate here, du të dëshirogje të kishte gjetuar ndryshe. Por nuk eshte vone. Sot eshte dita I zgjimit tënd. Sto luqe, sto folgje, sti dashuri, sto gje sti dashuri, eshte nje hap nga I dite. Aidha, atje du të shohesh. Librin I veprev të tua, sto klik, sto fjale I kik, sto amal I mire. Sajti zotit, gjo të zemerta, por të plotemi dijeni. Zemre ntende, ashtu sisiste pa maska. Progatitu sot, shkruash veprat, tend mi zemer, gjo mi dukje,
lutusis du të doja kitete shohesh atëhere. Kjo histori nuk është për të frikësuar, ploshtë për të ndryshuar, sepse çdo gjeri du të kundroje para Allahut. I vetmja pjece ku du të dëgjosh është çfarë bëre mi atë ku të dashej, jo mi pasurin e jo mi famën, mi kohen zemrën bizimin, a gjegati të përgjigjesh, nez gjosat, përgati të nezër, seps dites nuk i kërkohet legje për të ardër. Ai pa një shfirt kjo kishte gjetuar në mëkat, në ureqe, në mohim. Por në dajtën I fundit para videkqes, kandroj para drejtar se tije, pa askgje, vetëm lotet e kargjes se zemres, pa thënë fjale, pa bere ritual, thjesht udhaj, Allahu I pa atë thjergje. Dhe tha, stjo zemër, me deggjoj, edhe kur ishte I vonuar. I gjoj, edhe kur ishte vonuar. Nuk ishte meli I tijkue I shfetoj. Ishte ndryshimi ai vërtete ai brendshëm. Seps Allahu nuk shikon formen, ai shikon zemrën. Nëse ti ke mëkatuar shumë, mos u dorezo. Thjesht zemrën tende para tij, jo mi fjale, por min gjengje të vërtete. Ai pranën s'do shfirt kyetiete, edi në minuten I fundit. Na, ditani gikimit, nuk du të pizin. Sahire lut? Du të pjezën e I ke lutër zemrën tende. Ai pa shfitra kju kishin bere namaz, sto dite. Po zemra I tajrisht, I ftothës I gë, di shfitra të tjere kju rale heshin, por kur heshin, zemra ju shkrigje si qiri para Zotit. Allahu nuk dëshiron makina të luqez. Ai dëshiron dashuri, pranishmëri, ligje. Luqja gjot sot, a ishte një gje detire, apo një gje takim mi atin tend hijnor. Neze ishte takim, atëhere të gje tashme dukju përgatite për ditën I gjikimit, seps atje, vitëm dashuria I votete dutëm bigje të gje. Në ditën e gjikimit, miliona shfitra du të kondrojnë para ashit, tëmë du të gjete kaotike, zerat du të përzjej në frikën, mohimin, luqën I vonua, por në mes dhe gjitë kisa gjërme, njëze ai vetëm du të shkepytet, gjën nga gjashte, por nga brenda, zeri ai zemrës ki ke kondruar, I lidur mi Allahun, edhe kur bota ju largua. Ai pa në shfirtjo nuk ishte fame, nuk ishte detyri të madhe, nuk ishte amile spektakulare. Por stunate në heshten I shtepise se tiç të vogel në nje fshat shkiptar, ai thoshte mi lote në si. Allah, ti di kjo në të dua, e di kjo nuk I di dizi, I të trego. Atëhere, në ditën e gjikimit, Allahu I kwashti atë mi emrin kjo I kishte dhe në vetëm zemrës se tij, o shfirtaj dashuruar. Sepse zka gje me të fukishme në tjeli toke se dashuria I thjeshte I në gje zemre të vetëmër kyje, zgedal lahun.